Izraeli dhe Irani kanë vijuar të shkëmbejnë sulme raketore në ditën e 9 të konfliktit, një ditë pasi Teherani deklaroi se nuk do të negociojë mbi programin bërthamor, derisa të ndalej agresioni ushtarak. Izraeli tha të shtunën se kishte vrarë komandantin veteran të ushtrisë iraniane, Saedi Zadi, i cili ka udhëhequr trupat palestineze të forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit. Siç thuhet, ai u eliminua në një sulm të shënjestruar në apartamentin e tij në qytetin e Qom. Media iraniane raportoi vrasjen e 5 pjesëtarëve të Gardës Kombëtare, por pa përmendur Zadin. Po ashtu Izraeli raportohet të ketë shënjestruar impjantin bërthamor në Isfahan, një prej më të mëdhenjve në vend, por nuk ka pasur rrjedhje të materialeve të rrezikshme. Ushtria izraelite njoftoi se kishte lëshuar një valë sulmesh raketore kundër një depoje raketash dhe raketa hedhësesh në Iran. Ndërkohë edhe Izraeli u godit nga një valë sulmesh iraniane që aktivizuan sirenat e alarmit në pjesë të Izraelit qendror, përfshirë Tel Avivin dhe bregun e pushtuar perëndimor. Megjithatë, siç thuhet, sistemi i mbrojtjes ajrore u përgjigj duke interceptuar raketat. Zhvillimet vijnë pasi ministri i jashtëm izraelit Abbas Araghchi tha se nuk ishte vend për bisedime me SBA derisa agresioni izraelit të ndalej. Pavarësisht kësaj, ai udhëtoi në Gjenev për bisedime me ministrat e jashtëm europian, të cilët shpresojnë t'i hapin rrugën diplomacisë. Bisedimet në Gjenev prodhuan pak sinjale progresi dhe Trump tha se dyshonte që negociatorët do të mundin të siguronin një armpushim. Irani nuk do të flasë me Europën, ata duan të flasin me ne, tha presidenti amerikan. Ai ka lënë një dritare kohe prej 2 javësh për të vendosur nëse do të sulmojë ose jo Iranin, por burimet thonë se një hap i tillë mund të ndërmerret edhe më herët.